Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka reaguar publikisht mbi debatin që ka shpërthyer për projektin filmik për revoltën e Spaqit dhe ndërhyrjet në Ishburgun famkeq, duke cilësuar si tymnaj të panevojshme dhe të motivuar nga keqinformacioni dhe dashakeqësia. Në një deklaratë, ministria theksoi se filmi në fjalë i drejtuar nga regjizori Namika Jazi dhe shkrimtari Visar Zhiti, ish i burgosur politik, përpiqen të sjellin në ekran me ndershmëri artistike një nga aktet më të fuqishme të rezidencës antikomuniste në Shqipëri, revoltën e Spaqit në vitin 1973. Sipas autoriteteve, xhirimet në vetë ambientin e Spaqit janë të nevojshme për autenticitetin e projektit, ndërkohë që po merren masa konservuese minimale për të siguruar dhe ruajtur elementet historik. Kjo revolt e ndërmarrë nga njerëz që kishin përjetuar tërkalimin e çdo caku të dhunës shtetërore, që kishte humbur lirinë, familjen dhe jetën, mbetet një nga dëshmitë më të fuqishme të shpirtit të pamposhtër të njerëzit. Sjellja e kësaj historie në ekran me vështirësi artistike dhe etike është detyrim moral dhe kulturor, si ndaj të kaluarës, ashtu edhe ndaj brezave që vijnë. Vështirësitë e realizimit të këtij projekti filmik janë të mëdha, për shkak të pamundësisë për të rindërtuar kampin burg në një set, gjendet të amortizuara si në Spaq, nevojë për xhirimet autentike në një ambient që ruan ende gjurmët reale të tragjedisë së atij vendi, thuhet në deklaratë. Në reagim thuhet gjithashtu se ndërhyrjet nuk kanë për qëllim modifikimin e memorisë historike, por janë të mirëmenduara me kujdes për të ruajtur dhe pasuruar atë. Në realizim thuhet se projekti për muzealizimin dhe filmin nuk janë në konflikt, por dy shtylla të njëjtës përpjekje fisnike për të mos lejuar harresën. Ministria kritikon dhe zërat politik që po përpiqen të instrumentojnë çështjen edhe të bëjnë thirrje për distancim nga provokimet dhe retorikat e panevojshme. Prandaj, ndërhyrja konservuese dhe projekti filmik nuk janë dy rrugë të ndara, por dy shtylla të njëjtës përpjekje fisnike për të mos lejuar harresën mbi atë që ndolli, për të mësuar nga plagët e historisë dhe për të ndërtuar mure mbajtëse e ura ndërgjegjësuese mes brezave që të mos përsëritet më kurrë ai ferr. Mbyllet deklarata Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.